shumë konkret. Opozita thot decentralizim, mos harroni kur ka qenë kryetar bashkie në 2007 dhe garonte. Dhe thoshte duhet centralizim, Edi Rama, po flas. Po. Duhet decentralizim. Pra, në gjithë botën europiane, standardi i pushtetit lokal, si kundër e bëri kryeministri britanik para disa javësh, që i dha pushtet shumë më të fuqishëm atij lokal, sepse është më afër shërbimit të qytetarëve. Dhe ai propozimi i opozitës me 100 bashki, pra rritje të numrit të bashkive, do të thot e para njëherë, sepse objektivi për mendimin tim i reformës territoriale do të jetë lufta kundër shpopullimit, pra popullimi i vendit. Ke një emigracion që të ka dëmtuar shumë si shtet, mbi 1 milion shqiptarë që t'janë larguar, atëherë kjo reformë territoriale duhet ketë këtë qëllim parësor. Pra nuk mund të jenë shërbimet 3 orë larg, por standardi i Bashkimit Evropian është 30 minuta larg qytetarit. Duhet jetë një shërbim lokal. Gjithashtu kërkon nëpërmjet reformës saj opozita më shumë llogaridhënie, më shumë transparencë, vendimarrje të qytetarëve dhe është një projekt që ne themi, okay, hajde ta hedhim në referendum. Pra qytetarët të vendosë, sepse janë bërë dëgjesa, dhe siç po i shohim qytetarët e Prenjasit, qytetarët e Divjakës e tjerë me radhë janë, apo të Memaliajt, e tha shumë qartë kryetari i bashkisë, janë mbi 26-40 fshatra, si do menaxhohen që të shkojnë në Tepelen, sepse duke larguar shërbimet, dhe kjo është një agjende qartë, mos harroni, u larguan gjykatat, u larguan drejtoritë arsimore, u larguan hipotekat, dhe kjo solli automatikisht popullim të komunave, të zonave rurale, e tjerë me radhë. Kjo është një agjendë që vazhdon. Atëherë opozita thonë, ne kemi këtë propozim. Hajde ta hedhim në referendum. Hajde ketë një dialog shumë të madh dhe të gjerë me qytetarët, sepse është një reformë. Pse do ta hedh Rama në referendum kur i ka votat në kuvend? Pse të dëgjoj popullin kur thotë më votoj para një viti? Sepse është një reformë që do një konsensus gjerë, sepse është një nga kushtet dhe një si mund penalizohet Rama për të mos e realizuar? Bashkimit Evropian që reforma të tilla shumë të rëndësishme për qytetarët kenë një konsensus të gjerë. Nuk mund përdoret forca e kartonit. Dhe prandaj edhe në progres raport padyshim kërkohet angazhimi i opozitës. Këtu pati një arrogancë, pati një raport të një anshëm, pati një propozim të një anshëm nga kjo majorancë që nuk dëgjon edhe ata qytetarë që protestojnë me ditë të tëra dhe që kërkojnë pjesëmarrje më shumë në vendimarrje të çdo lloj institucioni dhe padyshim që ai kërkon që ta imponoj këtë reformë e cila kërkon që t'i sjellë dhe efekt elektoral në bashki apo në qeveri. Sepse po ju sjell vëmendje edhe negociatat që u zhvilluan me zotin Rama në 2021 edhe pse u vendos përpara diplomacive kryesore të huaja, vendosi që reformën zgjedhore ta bëjë si çdo vet dhe si çdeshi vet, hoqi koalicionin para zgjedhore, nuk i interesojnë Ramës se çfarë thon ndërkombëtarët, edhe me zonjën Balluku ndërkombëtarët thanë mos e mbro, ai e mbrojti. Pra Rama kërkon pushtet me çdo kusht. Unë mendoj së pari që padyshim që reforma e 5 qershorit që ju thoni ka qenë një nga goditjet më të mëdha që është bërë demokracisë dhe pluralizmit në atë marrëveshje shumë të rëndësishme që u arrit me gjithë faktorin politik, u përshëndet nga BE-ja dhe SBA-ja dhe u ndryshua kushtetuta në mënyrë të njëanshme, u hoqën koalicionet, u hoq çdo gjë, ndryshua kushtetuta e tjerë me radhë që kemi këtë pasojë që kemi sot. Unë mendoj që realiteti në cilën ne ndodhemi sot nuk është i para disa viteve. Padyshim që kauzat e opozitës, denoncimet e opozitës, aferat korruptive në për cilat është përfshirë kjo majorancë, mund ta mbrosh Ballukun 1 muaj, 2 muaj, por zgjatja e hetimeve dhe absolutisht përfshirë edhe përkeqësimi i pozitës së saj, absolutisht do ndodhi në muajt që vinë, sepse gjurmët që këta kanë lënë me arrogancën e pushtetit, kur donin dhe tepsin e gjitha vet, dhe ajo arrogancë ka bërë që ata të lënë gjurmë të cilat sado mund t'i vonosh në kohë, ato janë aty dhe absolutisht që do të ketë një ndëshkim, siç është ndëshkimi popullor që të gjithë e dim tashmë që ka ndodhur një vjedhje galopante te tuneli Llogaras, por jo vetëm, tek Unazat, te lotet e Unazës edhe më solli në vëmendje një deklaratë e Eduard Çalcit para vitit 2013 që deklaronte ne do vjedhim me stil. As këtë premtim s'po e mbajnë. Jo, janë vjedhje galopante të një arrogancë të jashtëzakonshme të kësaj
qeveria ti nuk ke sektor që nuk ka afera korruptive. Dhe duke u kthyer tek, po të marr vetëm një statistikë se çfarë ndodh reformën territoriale, por çfarë ndodh në Bashkimin Evropian, si është përqindja e territorit, se kam marrë disa të dhëna. Slovenia, po të marr, 2.1 milion banor, ka 212 bashki. Pra përafërsisht, një bashki ka 10.000 banor. Këta duan ta bëjnë një bashki 50.000 banor. Slovenia kjo. Italia ka rreth 8.000 njësi të qeverisjes vendore për 60 milion banor, pra ka 8.000 instituciona. Pra me një mesatare 7.500 banor për bashki. Sepse kjo është një normë europiane. Franca gjithashtu ka 34.000 njësi vendore për 70 milion banor, që i bie 2.500 banor për bashki. Këto janë standardet europiane. Këta çfarë thonë? Dhe këto janë vende shumë zhvilluara, me shërbime shumë të përparuara për qytetarët, e tjerë me radhë, po flasim për demokraci shumë të konsoliduara, shtetës së drejtës e tjerë me radhë, ndërkohë që ne, me këtë shtet të shkatruar të Edi Ramës, çfarë bëjmë? Duam që të bëjmë një bashki për 50.000 banor, të largojmë shërbimet dhe të shpopullojmë vendin. Pra, qytetarët do duhet të jenë shumë koshient për këtë situatë.